Instituti i Kosovës për Drejtësi, fillon zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legislative qytetare për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Republikës së Kosovës. Përmes kësaj nisme, ne i propozojmë dy ndryshime konkrete. Së pari propozojmë që mosbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese të parashikohet shprehjesht si vepër penale, dhe së dyti propozojmë që përdorimi i parave publike me qëllim përfitim elektoral gjatë periudhave zgjedhore dhe parazgjedhore të parashikohet si vepër penale. Këto dy propozime kanë një qëllim të përbashkët: forcimin e llogaridhënies dhe mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Së pari, duhet të ndalem tek përdorimi i parave publike. Qytetarët e Kosovës meritojnë politika sociale, meritojnë mbështetje nga shteti, meritojnë ftesa fëmijët, meritojnë pensione dinjitoze pensionistët, meritojnë mbështetje lehonat, meritojnë mbështetje punëtorët. Por këto politika duhet të ndërtohen me legje dhe mbi ligj. Këto veprime me të drejtë ngrisin dyshime dhe debat publik nëse buxheti i shtetit po përdoret për politika sociale apo për përfitim elektoral. Demokracia nuk duhet me lënë hapësirë për me dyshu. Paraja publike është e qytetarëve. Ajo duhet me u përdorur për interes publik dhe jo për interesa partijake apo elektorale. Pikërisht për këtë arsye propozojmë që përdorimi i paras apo për paras publike për përfitim elektoral gjatë fazës zgjedhore apo parazgjedhore të sanksionohet si vepër penale.